Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, përshëndetje të dashur miq. Jam këtu për të ndarë një letër me ju, një letër që në fakt është shumë e dhimbshme, një letër që është shumë e ndjeshme dhe një letër që të bën të qash me lot. Kjo që do dëgjoni sot është një lutje e madhe. Vajza i lutet mamit, mami të lutem më dëgjo, sepse kam të të them diçka. Dëgjoni letrën në fund, edhe ju kisha lutur shumë ta shpërndani sa më shumë, edhe ta komentoni sepse është vërtet një letër për ta dëgjuar. Mami të lutem më dëgjo deri në fund. Po ta bëj këtë video sepse kam shumë të vështirë të ta them ball për ball historinë time. Kam shumë frikë, jam e hutuar dhe nuk di si t'i shpreh të gjitha ato gjëra që unë po ndjej në shpirtin tim. Por kam nevojë që ti t'i dëgjosh, mami, të më besosh, unë që po shkruaj jam Alketa, 17 vjeçare. Mami ka diçka shumë serioze që duhet të ta tregoj. Kam frikë nga babi. Ai më ka bërë të ndihem i pasigurt. Dhe kam frikën se mund të më përdhunoj. Më falni. Vetëm ta them këtë fjalë më tremb shumë. Por nuk dua ta mbaj më vetëm këtë frikë brenda meje. Ndoshta po dridhem, ndoshta po qaj, ndoshta do ta kem të vështirë të flas, më falni se edhe për mua është shumë e vështirë ta lexoj. Por të lutem mos mendo se po e them këtë për të krijuar probleme ose për ta prishur familjen. Nuk po e them për të dëmtuar askënd. Po ta them sepse kam nevojë për ty dhe sepse dua që unë të jem e sigurt. Mami, të lutem më beso. Nuk dua të më thuash se ndoshta e kam keq kuptuar. Nuk dua të më thuash të heshtë që të mos ketë probleme në familje. Kam frikë dhe kjo frikë është jashtëzakonisht e vërtet për mua. Kam nevojë që dikush realisht të më mbrojë. Nuk dua të jem vetëm me babin nëse ai në të vërtet mund të më bëjë diçka. Të lutem mos më lër vetëm me të derisa të kuptojmë se çfarë po ndodh dhe të gjejmë një mënyrë që unë të jem e sigurt sepse kam frikë se dëshiron të ketë marrëdhënie intime me mua. Më përkëdhelën, më prekën, më përqafon ku s'duhet. Nëse nuk arrit të tregoj të gjitha detajet, të lutem mos u zemëro me mua. Mund të më duhet kohë, mund të kem harruar disa gjëra, ose mund të kem frikë t'i them këto gjëra. Kjo nuk do të thotë se nuk është e rëndësishme. Mami, unë nuk dua që të mbaj më një sekret që më frikson. Dua që ti, në të vërtet, të më ndihmosh. Të lutem mos shko ta përballosh babin vetëm nëse mendon se kjo mund të më vendos në rrezik. Fillimisht dua të jemi të sigurt, dua të jemi pranë një të rrituri që mund të na ndihmojë dhe mund të më mbrojë. Nëse nuk di çfarë të bësh, të lutem kërkon ndihmën nga dikush që merret me mbrojtjen e fëmijëve. Nuk dua të merrem vetëm me këtë. Jam shumë e frikësuar dhe kam nevojë që të rriturit të marrin përgjegjësi për të më mbrojtur.
Mami, ti e personi të cilit po përpiqem t'i tregoj sepse kam nevojë të ndjehem e sigurt. Nuk dua në asnjë mënyrë që të më fajsosh, nuk dua të mendosh se është faji im. Nëse dikush më prek, më kërcënon ose përpiqet të më detyroj të bëj diçka seksuale, dije që nuk është faji im. Unë nuk kam bërë realisht asgjë që ta meritoj këtë gjë. Të lutem, më përqafo, nëse mundesh dhe më thuaj se do të më ndihmosh. Më thuaj se nuk jam vetëm, më ndihmo të largohem nga çdo situatë ku mund të jetë rrezik. Mami, po ta them sepse kam nevojë për ty. Të lutem, më beso, të lutem më mbro, dhe të lutem mos më lër ta përballoj këtë vetëm. Të dua mami, kam nevojë tani për ty. Në fakt kjo është letra që vajza e ka shkruar për nënën e saj. Është një letër goxha e dhimbshme. Ju e patë që unë e kisha edhe të vështirë në fakt që ta ndaj me ju. Do kisha apeluar të gjithë këtyre nënave dhe nënës në fjalë që merr masa kundër drejt fëmijës tënd. Nuk është e lehtë që fëmia jot t'i përballoj këto dhimbje, nuk është e lehtë që fëmia jot t'i përballoj këto tmerre. Merr masa, jeto me fëmijën, gëzo dashuri, respekt, sepse është shumë e rëndë të përballoj fëmia këto gjëra. Mua më vjen shumë keq për këto baballar, të cilët Zoti ua jep fëmijët, Zoti i bekon me fëmijë, dhe këto bëjnë disa lëvizje që në të vërtetë janë lëvizjet më të shëmtuara që mund t'i dëgjosh, janë lëvizjet më të çmendura që mund t'i dëgjosh dhe janë lëvizjet më të turpshme që mund t'i dëgjosh. Mua më vjen shumë keq për këtë fenomen, që realisht është një fenomen i dhimbshëm dhe një fenomen i turpshëm. Shpresoj me zemër që kjo nën të reflekton, do me thënë bëhet fjalë për një vajzë nga Tirana, adoleshente, quajtur Alketa. Nëna e vet besoj që mund t'ja di hallin. Unë do i kisha thënë Alketës që ik denoncohe në polici, mos prit që nëna të shpëton, nëna nuk mund të shpëton, je zonja vetes, mos ri në këtë tmerr, mos ri në këtë kërcënim. Shko, shpëto veten tënde, përfundo nga ajo marrëzie e madhe që të ka kapluar, se nuk ka gjë më të keqe në jetë se sa të dëmtosh, se sa të lëndosh, se sa të tmerosh, do me thënë njeriun të cilin ti e ke pranë dhe njeriun të cilin ti e ke fëmijë. Nuk kam fjalë, më besoni që nuk kam fjalë për ta komentuar këtë ngjarje, që është një ngjarje e tmerrshme, një ngjarje jo normale. Edhe një herë apeloj që prindërit të jenë prindër dhe mos të bëhen të çmendur. Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton, Rrëfime jete, për të ndarë letrën e radhës. Një letër që në fakt mua më ka emocionuar, më ka bërë që të përlote, dhe më ka bërë që të ndaj ndoshta ndjesi që unë personalisht nuk i kam ndarë kur përfshihem në këto ngjarje. Sot do të ndaj një letër të një nënës e cila po ndan një dhimbje të madhe. Do kisha dashur ta dëgjoni deri në fund, edhe ta komentojmë së bashku. Përshëndetje Tiranë. Unë që po e shkruaj këtë letër, jam nëna me leqe. Jam një nën që kam kaluar jetën time duke u fokusuar tek fëmijët, duke u fokusuar tek shëndeti i tyre dhe duke u fokusuar tek e ardhmja e tyre. Ndoshta të rinjt të cilët do ta dëgjojnë këtë letër nuk do ta besojnë, por gratë e moshës time, unë jam 72 vjeç, e din shumë mirë se me sa sakrifica, me sa vuajtje dhe me sa vështirësi kemi rritur fëmijët tanë.
Ne kemi hequr shumë. Kemi patur dhe fëmijët dhe shtëpinë dhe jetën dhe gjithçka tjetër, por sot nuk dua të flas për shumë vuajtje të mia, sot dua të flas për një vuajtje. Për atë vuajtje që ju vuri kapakun të gjithë vuajtjeve të tjera. Kur mendova që i rita djemt, kur mendova që i fejova, që i martova, dhe kur mendova që unë, si nën, do të reatohesha, pikërisht aty kishte qenë gabimi im. Nuset e mia nuk më donin, nuk më respektonin, më kishin si gozhdë në shtëpi. Unë ju pengoja, unë ju zëja vendin ku ulesha, nuk më ftonin në tavolim për drek. Do me thënë kaloja momente aq të rënda, sa që vetëm zemra ime dhe Zoti i di. Por thoja më mirë me ofendime edhe tek djali se sa dikun tjetër. Në fillim mendoja që djali i dytë më don pak më shumë. Se sikur mërziteshte, se sikur stresoheshte, por unë edhe nuk u tregoja çdo gjë. I thoja vetes, lëre, sepse jeta është e gjatë. Unë do bëj ti me kjo le të flet. Derisa një ditë, ishte dita më e tmerrshme e jetës time, vendosin djali dhe nusja, me vendimin e tyre, të më heqin nga shtëpia. Për mua ishte e paimagjinueshme. I thash birë, nuk është puna e turpit, sa që është puna e turpit ndaj Zotit. Nusja thonte që turpin na e lër neve, ndërsa ti shko atje ku e ke vendin. Do me thënë, si pas nuses, unë e kisha vendin në azil. Vuajtëm e hoqëm shumë. U tronditëm, u tmeruam. Më quan në azil. Jam këtu për vite të tëra. As kush nuk vjen të më takon, as kush nuk vjen të më viziton. Dhimbjen më të madhe në shpirt e kam se kam arritur ta kuptoj që të hënën djali i dytë e bë ka synet djalin. Mua as kush nuk më ka ftuar, as nuk më kanë thirrë, as nuk më kanë thënë, as asgjë. Unë dua t'i çoj një mesazh t'i mbirit nëpërmjet kësaj videos. Ndaç e paftë, e ndaç mos e paftë. Bir, faleminderit që nuk më thirre në dasëm nënën tënde. Por unë kur e martova të vëllan, unë të thira në dasëm. Zoti ta mbarsoft këtë dasëm e ta bëft më të bukur. Inshallah kënaqesh, e jeton, e shijon dhe e gëzon këtë dasëm. Por aq shumë më dhimbet vetja që nënën tënde nuk e thire. Nuk ka gjë. Unë të hënën një këngë do ta lëshoj.
Një valle do ta hedh me motrat e mia të azilit. Por ty, për këtë gjë do të pendohesh shumë, sepse të tjerët i kanë të vdekura nënat edhe i qajnë, ndërsa ti bir e ke nënën gjallë edhe nuk e vlerëson. Por Zoti shef dhe Zoti kthen. Uroj që një ditë të bindesh për gabimin që ke bërë. Kjo është letra që kjo grua e ka shkruar. Kjo është letra që kjo grua apo historia që kjo grua po jeton. Dhe në fakt më vjen shumë keq për këtë tmerr që gruaja ka kaluar, po jeton dhe po e përballon. Dua të marr mendimin tuaj për këtë dhimbje kaq të madhe të kësaj zonje. Më shkruani në koment.